Franca e asaj kohe kontrollonte në shumicë të madhe kolonit në pjesën e Magrebit. Dhe Franca synonte që hebrejtë e Magrebit, që janë fiset mëdhaja, Marok, Algjeri e tjerë, të bëshin, ta shikoni me simpati pra televizjet Francës, dhe të zhvendoseshin në Izrael dhe të mos i kundërvjeshin Francës bashkë me Arabët në Magreb. Pra, duhet shohim në një kohë që jemi në shtetet postkoloniale. Pra, krijimi i shteteve postkoloniale. Në atë rajon, Franca dominonte, kontrollonte një pjesë të Sirisë dhe Libanit. Këte matan kështë Algjerin dhe Marokun. Pra, janë vënde Tunizin. Tunizin. Pra, vënde që flisnin frëngjisht dhe që ishin të lidhura fort me Francën. Pra, çdo gjë... Kohë edhe Egjiptin. Po, sigurisht. Çdo gjë duhet ta shohësh në kontekstin e kohës. Për ndryshe nuk e kupton situatën. Po, sigurisht. Më thënë, qofse ti sot thua pse është bërë Izraeli kaq i fort, Izraeli është bërë kaq i fort sepse ka mbijetuar mijëvjeçareve të asimilimit dhe zhdukjes totale. Dhe masakrave të shumë të mëdha. Po mos i mbijetonte nuk do bësh kaq fort. Halli ka bërë të fort. Nuk folëm deri tani për... Janë të ngjashëm shumë me ne shqiptarët. Për masakrën më të madhe që ka ndodhur ndaj hebrejve, sigurisht Holokaustin. Holokausti më i madh është ai i Mesjetës në Spanjë, nuk është ky i Gjermanisë. Edhe ky shumë i madh, po ai i Mesjetës është shumë i madh. Cilat kanë qenë qëllimet kulla të Gjermanisë naziste të Hitlerit për një shfarosje totale të hebrejve? Unë mendoj që i doli situata jashtë kontrollit. Domethënë shteti gjerman i Hitlerit post 33-shin, se deri në 33-shin ishte shteti i vogël. Regjia, ma jepni anijen e refugjatëve, po të lutem. Vendosi të bazonte në një qasje doktrinare anti-hebraike edhe antikomuniste në forcimin e shtetit vet. Dhe ku e vendosi këtë gjë? Sepse thoshte që dy ideologët e komunizmit, Karl Marxi dhe Friedrich Engels, ishin hebrejnë gjerman. Dhe këta janë e keqa që nëpërmjet librit të tyre Kapitalin, ta themeluan praktikisht atë që do që bënte dhe do shkatronte shoqërinë europiane. Që praktikisht nuk realizua kur. Dhe shtetet e krishtere, pra komunizmin. Në qofse ti she me Kampin dhe lexo me Kampin e Hitlerit, ti she që ajo është vërtet një ideologji e ngjizur fort aty. Pjesa tjetër kush ishte? Hebrejt, për shkak se kishin qenë tregtarë në gjithë mesjetën, në gjithë historinë e tyre,